Për 2 orë me radhë, 58 fëmijë të moshës 7 deri në 10 vjeç nga shkollat publike dhe jo publike të Durrësit u bën protagonistë të spektaklit të bukurisë Miss and Mr. Kids 2025. Konkursi i bukurisë që këtë vit regjistroi edicionin e tij të dytë, është një event që ka lindur nga dëshira për t'i rritur fëmijët me frymën e artit, kulturës dhe të bukurës. Në fazën përzgjedhëse morën pjesë 145 voglush, por vetëm 58 prej tyre u përzgjodhen për të qenë pjesë e finales së madhe, të mbajtur në Pallatin e Sportit Ramazan Njala. Nga 145 fëmijë që kanë ardhur në audicione, këto janë 58 konkurrente të cilët kanë ardhur dhe kanë dalë fitimtar në audicione. Dhe janë të grup moshave? 7 deri në 10 vjeç. Përveç pamjes, sepse të gjithë fëmijët janë të bukur, i kanë qenë intelekti, mënyra e ecjes, pozicionimi i tyre që për të ardhur deri në natën finale. Ethet e konkurimit ishin të pranishme jo vetëm mes fëmijëve finalist, por dhe prindërve dhe të afërmve, që ndiqnin plot emocion sfilatat e tyre. Në ethet e përzgjedhjes ishte dhe juria e spektaklit, që duhet të përzgjidhte më të mirët e këtij konkursi bukurie. Në përfundim të eventit u shpërndan 4 çmime kryesore: Miss dhe Mr. Kids Vera 2025, Miss Kids Beauty, Miss and Mr. Kids Dyra dhe Top Model Dyra, ndërsa çmimi special Miss Kids Beauty Shijak shkoi për Amla Arbanën, e vetmja përfaqësuese e qytetit në këtë konkurs bukurie.